Babai nuk e di jetën time dhe që po ta di, nuk e di çfarë mund të ndodhi. Kam takuar këta njerëzit që janë rritur me mama, po jo njerëzit e vërtetë mamasi. Do i kërkoj unë, do i takoj unë në emër të saj. Do jem shumë e kënaqur nga ai takim që do të takoj ata njerëz. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e videove të mia, mund të klikoni këtu poshtë tek fotoja ime. Ndërsa ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të jemi në Athinë, në kryeqytet. Do të jetë një 56 vjeçare me emrin Marinela Çeço, e cila do të jetë sot në live me mua për treguar një histori të dhimbshme të nënës së saj. Por çfarë ka ndodhur me nënën e saj që sot është e ndier pasi është larguar nga ky jetë, do të jetë Marinela, e cila do na i rrëfej, kështu që hap dritaren dhe ftoj këtë zonjë. E dashur Marinela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe nga Athina në Egalio, qëndroj. Kam 30 vjet këtej. Ke 12 vite që ke ikur në Greqi? 30 vjet, që në 95. O, sa herët pas ke emigruar, pas ke një jetë së tërë aty? Po. Si është jeta 20 vjet, plot. Si është jeta në Athinë? Mirë, qetësi. E çike e vështirë, po në rregull. Përballohemi akoma. E dashur, në fakt ju na keni telefonuar dhe keni një rast të dhimbshëm. Po. Që ka lidhje me historinë e nënës tuaj. Po. Unë dua që ditën e sotme të ma tregosh dhe të ma rrëfesh këtë histori. Po. Ne jemi një familje nga qyteti Vlorës. Po. Mamaja në vajzëri ka banuar në Karabasht, në lagje Karabasht, të qytetit të Vlorës, deri në moshën 9 vjeçe. Si? Të plak sa mund të di. Si se mamaja më ka ikur shumë shpejt në moshën në vitin 94. Nëna ka ndruar jetë? Po, nëna ka ndruar jetë në 94. O, ngushëllime. Sa vjeç ka qenë kur ndroi jetë? Sipas pasaportës 51 vjeçe. 51 vjeç. Dhe si quhet e ndjera? Hano. Zonja Hano. Ju sot do rrëfeni historinë e nënës tuaj dhe besoj që jeni në kërkim të diçkaje, por do të dëgjoj me vëmendje. Më trego për fëmijërinë e nënës tënde sa aty e nise me qytetin e Vlorës. Po, në fëmijëri mamaja ime, unë nuk di shumë, të them të drejtën, to janë ca fjalë të shtyera që mamaja mi tregoi sa u hap demokracia. Dhe nuk kishte folur fare. Po ishte një grua shumë e qetë, shumë që nuk paraqiste shumë për jetën e saj dhe unë si vajzë e saj nuk di shumë gjëra. E qartë. Po? Po. Almost me fillimin e viteve të demokracisë, mamaja po më thoshte që kam mbetur deri në moshën 9 vjeçe me Muhamedin, më thoshte. Tani të them gënjesht të them që xhaxhaja apo babai këtë kam me pyetje se s'jam 100% e bindur. Po 60% për xhaxhain, më thoshte. Muhamed Kardihi, është familja janë nga fëmijët e Ibrahim Kardihi, nga Gjirokastra e Vlorës me origjinë, po me ato operacione që ndodhen në Gjirokastër erdhën kanë ardhur në Shqipëri. Pra, nëna juaj është rritur nga xhaxhai, por për prindrit e saj nuk tregoi asgjë, domethënë? Kur? Për arsye se maman time e ka mbimësuar një familje tjetër që ka të njëjtin emrin e babait të saj, Riza. Edhe Lalo, po ne pa mendje të fillojnë të lidhim se me vdekjen e mamas në vitin 94 ne humbëm komplet, humbëm gjithë botën, kupton? Edhe nuk japëm kur atë muhabet, nuk u bë ai muhabet. Tani para 5 vjetëve, se si vetë të kërkoj një 2 dokumenta, kërkoj një arqindje të mamas. Pra, me sa po kuptoj unë, e dashur Marinela, me sa po kuptoj unë, ti je në kërkim të familjes së nënës, për të zbuluar familjen e nënës tënde të ndjer. Po, origjinën e saj, të vërtetë. E qartë, po, dhe kur para 5 viteve ti shkove për të marrë një dokument, çfarë zbulove? Po, atje zbulova që zonja në fjalë nuk na jepte dot aktën e lindjes së mamas. Po, unë nuk I kisha futur thellë në mendime para 5 vjetëve. Ti them gjërat mëse të hapura që të dinë çfarë flasi. Dhe nuk u futa ai thellë. Në rregull, kërkoj, nuk gjej.
rastësisht në rrugë takoj një zonjë nga Vlora. Edhe po bënte muhabet me otra ime madhe. Dhe më thotë, edhe i them, të kujt jeni? Ose Lonjaç, tani një jetëtar. Kështu ndodh me shqiptarëve, kur mësojnë nga cila anë janë. Janë shumë dëgjuar në Vlorë. Baba im ka qenë rregullim bicikletash, edhe ka qenë nga një më të mirët në kohën e Verozës. Po. Dhe mamaja ka qenë shitse, dhe dy prindë e mi janë shumë të dëgjuar në Vlorë. I njohin, kush i dëgjon Dinush edhe Hanu i njohin. Dhe i themi ne kështu vajzat e Dinushit, se po thoshim për maman, se me që mama e ka ikur shumë shpejt, nuk e mbam mend, tan për Dinushin që baba i ronte, se baba i tani e ka mundur në vitin 2023. O, ngushëllime, mbi ka keq. Dhe ai ide direkt dhe më thot, "Çu pa të Hanos?" Më tha mua. Po i thashëm, "Pse i njihni ju?" I thashëm, më tha mua, "Mama në shoqë ngushtë më tha, në shkollë tha, kemi jetuar bashkë, mama e rinte përballë mua, unë nuk e njihja të zonjën fare. Më tha se konkurin i rodhi them unë në Karabash më tha. I thash, shiko, po kur mund të dhe na shpjegoj pastaj për i thash, po nuk po gjej do taktin e lindjes së mamas, me që ma solli Zoti ju zonjë kaq të nderuar, i thash, mund më thoni? Edhe i tregoj certifikatën e mamas. Ç'ne Hano çufaj më thot? Ç'ne Hano çufaj? Ajo ma thot që më çoi në mendje pasi më kujtoi historitë e mia që flisja me mama. Po. Në Shano Kardihi më tha, ka ndojtur ballë për ballë me Muhamet Kardihin tha, dhe shkollën e kemi bërë tek, ku ka qenë konsullata italiane në Vlorë tek xhamia. Po e kemi parasysh. Edhe aty kemi bërë shkollën, ta kemi qenë bashkë. Edhe më tha, nuk do e kërkosh në këto vite që thotë kjo certifikata e martesës, në vetë shmena dhe nga mua tha. Atje tani unë duke pa ditur se kur ka vdekur Muhameti gjërat e këtij parasysh, se s'ti nuk dija gjë. Edhe tani po kujtova rri tani sjellja veten time në vitet e 90-të, se kësa për kam çik kujtesë që i mbaj mend gjërat kur në mëngjes pas ikja në punë, se unë kam punuar shitse që vura vendin e mamas. Atje duke më bërë flokët gërshet, e thotë janë të historia kështu që kanë lidhje njëra me tjetrën, jo se gënjede, jo se i kanë bërë nga mendja, është gjëja vërtet e jetës. Dhe ati më thoshte që çupa ime tha, unë kam ndëtur me Muhametin, familja unë jam nga familja e Muhamet Kardihit, më thoshte këto bëllak. Dhe në 9 vjeç që më thoshte. O mos nuk e kisha zbuluar, ç'ne dhe në 9? Nuk e pyesni. Dhe shumë se thosh me kalamajt, vajzar, kupton? Çfarë të pyes? Edhe të mbaj mend, ma thoshe gjithë një. Sa që kaloni beni një ca kushurin që rinë lart në Karabash, nuk e di çfarë lidhje janë ata. Mama e thoshte çup xhaxhai, po unë nuk e di. Dhe ata ishin njerëz të vërtetë, se tani kur më dolën ka familja Çufaj. Çufaj çaj ka në Vlorë. Pra, e dashur Marinela. Mama që kalonim para shtëpisë ku ishte e rritur mamaja, dhe në 9 vjeçën, ma thoshte sa që kalonim atje përballë shtëpisë në Vlorë. E më thoshte këtu jam rritur. Më thoshte dhe syt me lot. Qante gjithë një, po ne nuk e kuptoni. Fëmijë prap. E dashur Marinela. Dua të pyes, kur nëna juaj ndroi jetë, ju sa vjeç keni qenë? Unë isha 23 vjeçe. 23 vjeçe, por deri në ato moshë nuk të bëndoj përshtypje që nuk ishe një gjyshe për të takuar, një teze, një daj? Unë nuk kam takuar këta njerëzit që janë rritur me mama, po jo njerëzit e vërtet të mamasi. Pra, nëna juaj ka qenë e birsuar? Po, e birsuar. Dhe këtë gjë e di ku e vërtetova, se Betha mu kam 30 pa folë, se me të vdekur mamaja ata 20 ikën, pare, u zhdukën, komplet si pis, nuk kemi folur, pare, 30 vjetë me këta njerëzit. Pas vdekjes së nënës ti nuk e kontakte më me familjen birsuese që e rriti? Po dhe atë nuk i kemi patur shumë relata të mira. Atë pse nuk e kam kuptuar dhe nuk kam për ta kuptuar, nuk ka gjë, çdo njeri është në dëshirën e tij. Omos, në këtë rast që vetë e kërkoj, se unë kam shumë që për kërkoj këtë gjë, të mamas 5 vjetë, dhe pas 5 vjetë dhe unë vetëm nuk dija ku të kapja rënjën, që është me vërtet kjo familje Kardihja, po jo tani, se në një gjë që nuk e di, po me të thënat e babait tim që ishte gjallë deri vonë, thoshte që halla ime ka patur lidhje me Shazim Kardihin, thoshte.
me fjalë që supozoj të xhaj mamas time. Dhe Qazim Kardiqi ondosh në letra që kërkoi se ka kërkuar për babain tim sa gjëra në arkivat e shtetit, me fat më del ajo letër kur thotë që alla ime kishte marrë si dëshmitar zotin Qazim Kardiqi, Indieri. Atje pash që ondosh që nga e vërtet, se duke i treguar shumë historira si s'më besonte, duke ishin ëndra. Po me atë letrën që ju kam dërguar dhe ju në redaksi, ajo është familja mamas time. Tani, që ta kuptojmë qartë, nëna juaj deri në moshën 9 vjeçare është rritur nga xhaxhai i saj biologjik. Dhe më pas është birësuar në familjen Kardiqi. Është birësuar në te Riza Çukaj dhe këta njerëz kanë ardhur në vitin 43. Këta njerëz që flasun kanë ardhur në vitin 43 në Vlorë. Pra, nëna juaj, familjen biologjike e ka me mbiemër Kardiqi. Ndërsa familja birësuese me çfarë mbiemri? Çukaj ose Çufaj, janë dy mbiemra të ndryshme. Unë i kam marrë certifikatat e tyre, se në momentin që kërkoja aktin e martesës së mamas, ju e dërgova dhe ju, edhe unë i kërkova në me qitë certifikatat familjare. Tani ku ndodhet mamaja dhe në çfarë viti ndodhet mamaja këtu. Maman time gjej nga 45 dhe lart. Ama para 45-s nuk e gjej maman time. S'ka mamaja 30-45. Nuk është regjistruar në asnjë vend. Pra, regjistrimi i saj për herë të parë është bërë në këtë vit. E kuptova. E tash Marinela, por nëna juaj mirë ty s'të ka treguar motrës tjetër sa fëmijë jeni? Ne jemi 4 çupa. Po mamaja nuk fliset shumë për jetën e saj. Se nga që ne beshim me këta njerëzit që njohin sot e kësaj dite, edhe për ata vetëm nuk din të tjerë që çka kishte ndodhur. Po neve të pa logjikshme, të pa mendje, se kishin vërë gjithë to vite mendje, nuk kishin letë ndonjëherë për jetën e mamas, me të thënë të drejtën. Nuk na kishte rasti. E qartë, e kuptoj që me vajzat me ju nuk ka folur, por me bashkëshortin e saj, me babain tuaj, besoj që aja ka komunikuar. Me babain nuk bësh edhe ai shumë lapse. Tani nga babai ishim një çik familje dëshmorësh. So themi të drejtën. Dalip Ademi, se kam një problem të baj që nuk i kam zëra akoma, po flasë ato që ndodhin me gjërat që ndodhin tani. Më farë kur them ndonjë fjalë dërhish pa ashtu. Gjitho vite që jeton aty? Po. Dhe Dalip Ademi ka qenë në Mauthausen, në burgun e i kanë marrë gjermanët atëherë në kohën e bashkëti janë ku i kanë mbledhur ata gjermanët, siç e tregonte dhe babai. Kanë qenë edhe një familje dëshmorsh nga ne babai dhe kështu që mamai fliste shumë dhe këtë muhabet e ka bërë Zubejdeja, motra e Dalip Ademit, që ka lidhur babain me maman time që janë martuar. Pjesë nga që njifte dhe mbeti vetëm jetime, ja bëri babai këtë. Është dhe pyetja ime e dytë, se ajo mbeti jetime dhe mori direkt ja bëri nipit të saj. E qartë, e kuptoj, por përpara se babai juaj të ndronte jetë, kur ju fillua të dyshonit dhe ose më saktë të kërkonit për origjinën e nënës tuaj, të zbulonit familjen, rrënjët biologjike të nënës tuaj, me babain tuaj të ndjerë, keni komunikuar se ndoshta Po, se babai më tha që familja e Kardiqose bëhet shumë Zubejdeja, më thoshte gjithnjë. Pra, babai juaj ka qenë në dieni të historisë. Në dieni po pa kuptuar mendjen që ishte ngatruar nga Kardiqi kishin mbajtur Çukaj, ndryshimi mbi emrit. E kupton? Se veni me Riza për Riza si emra. Ka qelluar ironi e fati që dhe babai biologjik edhe babai birësues kanë mbajtur emrin Riza. Bravo. E qartë. E dashur Marinela, por familja birësuese, njerëzit të cilët i ke trajtuar si familja e nënës tënde, që sot fatkeqësisht nuk e kontakte, ndoshta e ke menduar që ata janë burimi kryesor që mund ta dinë këtë të vërtetë? Jo, se ata nuk më treguan se unë ajo kërkova vetë. Pas vdekjes së nënës? Po, ja kërkova tani që isha para 2 muajsh. I bëra 2 vizitë të quajtur Dajo në jetën tonë. Dhe i thash që mund të më thoni për jetën e mamas, dhe ai më vërtetoi në një muhabet që mamaja jote ka lindur tek shtëpia e Muhamet Kardiqit. Pyetja ime është, si lindi atje mamaja tani në shtëpinë e Muhamet Kardiqit? Prandaj këto më çuan njëra pas tjetrës. Ai ku e dinte
mund t'i ketë thënë dhe nëna e ti, ndonjë gjë. E ta nuk na i tregojnë. Se ai muhabet na erdhi në një muhabet si të merrim unë edhe ty, me ju një muhabet, edhe ai ndorin nga inati e sipër, e kupton? E qartë, por edhe kur indikon, se maman time ma kishin nedhur në Trevllazër, sikur mama ime ishte nga Trevllazëri, nga fshati i babait. Atje lindi dhe ky debat me Dajon. I them, mama nxjerr nga Trevllazër, ka vdekur në Trevllazër, ku mamaja është kardiciote. Nga Karabashi Vlorës, nga familja Kardiqi. Ai aty unë e brikos, se nuk i donte shumë mirë ti te baba time dhe thoshte, jo, nëna ajo te ka lindur tek shtëpia e Muhamet Kardiqit. Është Kardiqi, më thanë. Ai ma vërtetoi akoma që u bëri kapakun e plot. E qartë, por pse i mbajnë sekret sot ata, se ajo ka ndruar jetë dhe se dhe ai më tha, sipas kësaj ditës që vin ti, ke të drejtë ajo. Po ne ajo humbja mamas ishte shumë e thellë që ne nuk e zinim dot në gojë edhe në mendjen tona ishte sikur ajo jeton akoma me ne. Edhe nuk ishte ta mendoja këtë gjë. Edhe Dajo thot, po je shumë vonë, tha, po në rregull, unë jam vonë, po maman do e gjej, thash. Me çdo lloj mënyre, thash. Po sa gjej. Pratim është që unë jetoj në Greqi dhe nuk kam kohë dhe që të ri në Shqipëri dhe ta gjej. Se kam shumë. Derisa mama vërtetoi dhe shoqja mamas ka bërë shkollë, çfarë çuhaj, mama jote shkandiki. Po më thua dhe këtë gjë, e qartë. Janë gjëra që ku të ndryshonte mbiemri, nga çuhaj të vendit në Kardiqi. Pyetja ime e dytë. Kur unë shikoj shumë dhe në internet që e mbajnë mbiemrin Kardiqi, se do të ndryshosh. Mama ime ka ndryshuar dhe moshën. Se fjalë të mamas time është që unë jam një vit am i vogël, am i madh nga ky Dajua, i fundit. Po mama ime del me 5 vjet diferencë, se kam prandaj mora certifikatën që të shikoj vitet, tani që të bëja me mendjen çfarë si mi thoshte mamaja muhabetet që të lidhja atë pauzën. E qartë, Marinela, në ato vite, në 44-ën, 45-ën, kur janë bërë regjistrimi i popullatës shqiptare, le të themi që filloi regjistrimi masiv, janë bërë dhe shumë gatëresa, shumë gatëresa në regjistrim për vitet. Ne i vini me babain kishte shumë, se babai kishte mendjen top dhe në 90-ën. Edhe thoshim, ne kur venim që të regjistrojeshim, i thoshim si të na vinte vetë, thoshte. Nuk i tregonim. Na thoshim ti thuaj këtë dhe thoshim atë. E kupton? Dhe paka shumë një gjë të tillë, kam dhe këtë problem siç u thash me babain, se me babain kisha shumë gatëresa, më ndin me 4 ditë lindje me emër të ndryshëm, po ato i rregullova si ishte gjallë babai. Po jetën e babait e gjeta. Lidha, si ishte gjallë, vetëm se kërkoja në emrin e tij, e kupton, dhe kur je me emrin e tij është shumë e lehtë, kurse me emrin e një të vdekurit është shumë e vështirë, edhe kjo imja duket sikur të jetë një ëndër e trilluar nga mendja ime, po nuk është as pak një ëndër, është një jetë e vërtetë. E dashur Marinela, dhe unë e di, po. Je munduar të gjesh familjen Kardiqi, ndoshta një pjesëtar të këtij fisi për të folur? Jo. Kam dërguar në 2 veta që kam dërguar në mjet Facebook dhe nuk më kam thyer përgjigje. Më kam thyer që kërkoj nga familja Kardiqi që kam patur njerëzit e mi. Dhe mos e njihni gjë Muhamet Kardiqi, që Azim Kardiqi dhe Riza Kardiqi. Janë fëmijë të Ibrahim Kardiqit. Por duke menduar moshën e nënës tuaj, që sot sa vjeç i bie ishte nëna juaj, nëse ishte gjallë? 8 vjeçë, 2 vjeçë, 8 vjeçë, diku aty. Po, babai i saj, Riza Kardiqi, Muhamet Kardiqi, kanë vdekur, absolutisht, duke bërë një llogaritje të moshës, se pamundur që ata të jenë sot gjallë. Por ti pretendon se ndoshta mund të gjesh kushurinë të nënës, daja, teze që mund të jenë dhe më të vegjël në moshë se nëna juaj. Njerëzit e vërtetë në nënës dhe desha të dija, Muhamet Kardiqi, si ikën ka njerëz që mbeti një femër, një vajzë e vogël 9 vjeçe në mes të Vlorës. Atë nuk e kam mësuar. Por pse si e dini ju historinë që nëna juaj u la në mes të qytetit të Vlorës apo e dhan për birësim? Jo, nëna ime mbeti vetëm në qytetin e Vlorës, u rrit nga familja tjetër. Si ka mundësi që ta lini një vajzë 9 vjeçare vetëm? Si u birësua, për çfarë arsye, ky është mos ish në kohën e regjimit të Enver Hoxhës, se unë me të shtytur në kam kërkuar shumë në Google dhe para 2 vjetësh më doli një Muhamet Kardiqi që ka qenë persekutuar dhe tani nuk më del, për kërkoj kaj ditë që desha të lidhesha me ju, ka qenë një persekutuar Muhamet Kardiqi. E kuptoj.
Po. Që do të thotë ishin njerëzit e mamasime kanë qenë në gjendje dhe kanë qenë tregtar, faktikisht. Po. Dhe kam patur dyqane tek 6 kaçi Vlorës, kur është bashkia sot e Vlorës, është ai pallati Rumbullakët, 6 kaçi pallati Jeshil që është për tani, kam patur dyqanet atje. Dhe këto të dhënat kam marrë shumë vite më para 52 javë të historinë e mamas time, shkronin njerëzit në Facebook që vëllezrit Muhamet dhe Qazim Kardi kanë patur dyqanin që shisin në filan vend. Dhe atje mësova të dyqanin, se unë nuk di asnjë gjë. Po pa e vërmendje, po prit se Qazimi dhe Muhameti janë njerëz dhe mamas time. Ka qenë e një farë, siç futemi kot, shikojnë fotografitë e vjetra të Vlorës. Ata kanë qenë tregtar të vjetër në zonën e Vlorës dhe ti dyshon që me ardhjen e regjimit komunist ata mund të jetë internuar, s'di çfarë ka ndodhur me familjen Kardiqi dhe nëna juaj mund të ketë ngelur e vetme dhe prandaj është marrë për kujdestari, për rritje nga kjo familja tjetër. Këtë dyshon? Po. Edhe shpinë e ditët të mamas kuri në Vlorë, që ma ka treguar, edhe ma tregoi dhe zonja e kjo, se vetë atakova përsëri atë zonjën, po më doli motra e saj, janë 3 motra, më doli motra e saj dhe ajo ma tregoi aktualisht, ma tregoi jashtë shtëpia ku ka ndetur mamaja jote, më tha. Shtëpia 2 kaçe, që sot nuk jeton asnjë njeri, është bosh në këtë momente që flasim. Ati ka të shënuar edhe vitin e asaj shtëpisë 1936. Dhe për mua 1936 është datëlindja është viti mamas time. Se nëna juaj ka lindur në 1936. Në 36. Me të thënë atë e saj negojshëm ka thënë mua dhe në atë mbartin atëherë them kam vënë si mund të ketë qenë fëmia i vetëm i mamas në atë fis, se nuk bën një fëmijë, ma thoshte edhe babai. Nga që dinte nga Zubejdeja, nga njeriu i tjerë. E kuptoj. Nuk u interesove në Vlorë që ajo shtëpi sot e pabanueshme në pronësi të kujt është, kush e ka? Jo, nuk jam futur se me në Karabash mora vesh që nga gjithë gjirokastritët atje. Po. Legja Karabash i Vlorës, po, janë gjithë gjirokastritët dhe në momentin që vajta të pyetja një gjirokastrit atje që ashtu më tha, i pyet një nga ta djente dajës tënde dhe gjithë ironi. Atë nuk e kuptova. Pse? Unë e faktikisht nuk flasim fare me ata, nuk i njohim tati dajos tjetër të ma. As si njoh fare, unë fëmijë 50 vjeçë tani, si njoh. As si fytyrë të më thuash kush jam. Pyeta dhe një ato çupat e dajos së madhe, me që më tha i kështu i din, po faktikisht ata i din shumë mirë, se mamaja e tyre, në këtë gruaja e dajos time të madh, Gjoja, në Thonza, pasën shtëpia e saj përballë me shpinë e xhaxhait tim. Dhe mamaja e saj quhet Adile, ashtu siç quhesh Adile edhe gruaja e xhaxhait tim, e Muhametit. Dhe babai më thotë që ta do të kenë qenë shërbyesa, se kështu edhe tek Zubejdeja, emrat e burrave se Zubejdeja ka qenë martuar me njerëz me turk dhe i kanë dokumenta në Turqi, prandaj gjithashtu kollaj babai. Dhe Zubejdeja kështu i kishin vënë emrat anë e burrit të Zubejdes, emrat jo kishin vënë shërbësve. Dhe kjo do të ndodhi, më tha, po nuk ta jap të sigurt, më tha babai, vazhdo, kërkoj. Sot në fakt Dhe këtë ishte verani i fundit që bëm muhabetin e fundit me babai, se babai më iku kështu pastaj. Tani moshë e madhe të thënë mbajtur. Po. Të patë më çojnë në këtë rrugë rrëfime shumë kështu, që më hapi çik atë. Dhe në një farë mënyre e ke kështu si një amanet që do ta çosh deri në fund për ta gjetur familjen e nënës tënde. Patjetër se desa mi tha ato llafe kur isha vajzë 23 vjeçe. Mos aprosheksia ime, mos kujdesi i mafit i kushtoja më shumë rëndësi. Ajo asaj nuk i falem kur në jetën time, me të thënë të drejtën. Dhe ajo më ka mbetur një çik shumë kështu që më sa që kujton më mbyllen lotët e gyta si nuk e pyeta më tepër, si ju ta ngasmoja, diçka do të thoshte. Po besoj se mamaja ime vjen nga një familje që janë internuar njerëzit. O mosh nuk e din, kanë vdekur në Shqipëri apo kanë ikur jashtë shtetit. Se ishin dhe familje që venin shumë në Greqi. I qartë. E dashur Marinela, nëse familja Kardiqi, pra fisi në nënës tuaj, gjaku i nënës tuaj, do të ndiqte, kishe një mesazh për t'ju përcjellë sot, ata nuk të njohin sigurisht, por çfarë do i thoshe ti si vajza e të ndjerës Hanes që rrjedh nga gjaku i kësaj familje?
Kam dëshirë shumë të madhe që ti njoh sa do që dhe mama ime ka ikur me atë zemrën aq të lënduar, aq të pikulluar, ashtu siç ishte çdo ditë që qante dhe bënte, do i kërkoj unë, do i takoj unë në emër të saj dhe të ka çoj atë çdo gjë se njerëzit që kanë ikur me vërtet kanë ikur fizikisht, po. Psikikisht ndodhen akoma në zemrat tona dhe vazhdojnë në rrugët tona, i kemi si ëngjë që na ruajnë çdo ditë dhe çdo kohë të jetës tonë. Do jem shumë e kënaqur nga ai takim që do të takoj ata njerëz, me patjetër. Është gjaku im që ndjej shumë edhe shukuplas të tani bashkë me juve. Dhe jam e sigurt që ky mesazh nuk vjen vetëm nga ju, por edhe nga 3 motrat e tjera, sepse jeni të katra që kërkoni ta zbuloni. Patjetër kërkojmë të zbulojmë të ardhmen, kërkojmë të zbulojmë familjen e vërtetë të mamas time. Dhe uroj që të zbulohet familja Kardishi. Jam e sigurt që dikush do reagoj dhe do kontaktoj me mua dhe uroj që kjo të ndodhi sa më shpejt dhe ta njohësh fisin dhe gjakun e nënës tuaj. E dashur Marinela, ditë për ditë dhe uroj shumë në jetën time që të arrijë kjo gjë, që masi do e mbaroj atë gjë që kam nisur që ta bëj, me atë ndihmës tuaj që kam dëgjuar shumë dhe nga misionet tuaja me shumë suksese që keni arritur në jetën tuaj në atë emision dhe që jeni shumë dhe keni ndihmuar shumë familje në Shqipëri. Ta uroj me zemër. Dhe ajo një shpresë jona që të jetë edhe një ndihmë për neve që ta heqim atë gjën që mamaja jon kush të njerëzit e mamas time. Jam e sigurt. Dhe dëshirë e madhe të takoj. Jam e sigurt që Ndjera ka bërë një jetë të vështirë dhe e ka ndjer mungesën e familjes së saj dhe ndoshta në heshtje ka vuajtur dhe nuk ka folur. Qoftë me ju si vajza, por edhe me bashortin e saj, duke menduar dhe kohën, sistemin e asaj kohe. Ishte një sistem shumë, siç u thash, dhe nuk mund ta thoshte, po siç pas një motrës time që ka folur mamaja, kishte thënë, babai nuk e di jetën time dhe që po ta di, nuk e di çfarë mund të ndodhi. Po dy llafi ja kishte thënë motrës time. Po motra ime nuk është shumë kështu që të flasi, është një motrë që ri brenda në shtëpi dhe nuk merret me këto. Më preku kjo fjala. Nëna juaj i ka thënë vajzës së madhe që askush nuk e di jetën time, se po ta di babai jetën time, çfarë nuk mund të ndodhi? Po, ja ka thënë dhe atë, po ne nuk e dinim tani kur unë me të thënë të drejtën, unë isha mësuar, ne kemi kaluar shumë në jetën në kohën e Roxhës. Kemi qenë një familje thjesht, babai punonte rregullim bicikletash, mamaja shitse, ne vazhdonim shkollën, një motrë kemi mësuese në Vlorë, në rregull, dhe kemi qenë një familje që kemi jetuar me kondita të mira, si gjithë të tjerët. E kuptoj, por tani që jam futur që për maman time për familjen, çfarë nuk dëgjoj, jam futur tek ai emisioni memorial pikal që flet zoti Bushati. Çfarë nuk dëgjoj, është e vërtet kjo që ka ndodhur? Pra, ajo do ketë patur një të shkuar të hidhur që e ka mbajtur kaq sekret. Nuk dihet sa ka vuajtur e Ndjera. Nuk dihet çfarë mund të ketë ndodhur me fëmijërinë e saj, me prindërit e saj, me familjen e saj, që ajo vendosi ta mbyllte gojën dhe mos fliste me askënd. E qartë, e kuptoj, por ajo ka vdekur shumë e re në moshë. Nga se vdiq nëna, zonja Hane e Ndjera? Nga zemra. Nga zemra e tatoj. Ishte një vdekje e papritur, apo? Po, papritur. E në fakt, ju ka plagosur në moshë të rejkja e saj. Një gjë që nuk e prisim, si ishim një familje shumë e lidhur. Me prindrit, 4 vajzat, ishim shumë familje që nuk ndashim nga njëri tjetri. Do dinim bashkë, do bënim bashkë të gjitha gjërat. Nuk ishim një ande një fejo shumë të lidhur. Ndihja mamas atje na shkatërroi komplet. Dhe kur deshëm ta bisonim, nuk bisonim që ka vdekur, ka bërë dhe nuk kujm fare me jetën e mamas. Nuk kujm fare as për një gjë më të vogël. Gjithmonë nuk venim në Vlorë, kalojmë vetëm pushimet, as një gjë tjetër më tepër. E besoj. Ajo prehet në qytetin e Vlorës. Të dy prindit besoj. Po, të dy, dhe tani varrosëm të dy, babai do të varrosesh bashkë me mama dhe janë të dy bashkë. E të paruar qofshin. Faleminderit shumë. E dashur Marinela. Po babai.
Ja babaj sa do moshe madhe na ka prekur dhe kemi hungur pika të busullë, do 2 vite të fundit. Edhe ju besoj për këtë pjesë. Humbja e prindit çfarë do lloj moshe të ketë është dhimbje për fëmijën. Vetë në zemrën tonë nuk ka mosh ajo gjë. Është mungesë e madhe në familje. E vërtet. E dashu Marinela, shumë herët ke ikur nga Shqipëria, një emigracion i dëshiruar nga ana juaj apo ashtu erdhën kushtet që ike 30 vite aty në Athinë në Greqi? Me vdekjen e mamas time, direkt pas një vit mamas time u njojta me burrin tim që kam 30 vjet martuar, që kam bërë dhe 2 fëmijë. Me jetë i kesh. Dhe ishte një jetë që desha i ta bëja dhe siç e kam bërë dhe kam jetuar një jetë shumë të lumtur me një familje shumë të mirë e shkëlqyer. Ashtu siç kishin e prindët e mi. Dhe më vjen mirë, por jam e sigurt që vitet e para të emigracionin ato vite ka qenë e vështirë si për çdo shqiptar. Dhe sa herë që flas me emigrant, i pyes për sakrificat. Shumë sakrifica kanë bërë shqiptarët, gjithje për një të ardhme më të mirë. Dhe jam e sigurt që je përballur me vështirësinë ato vitet e para. Jo tani e di që jeton mirë, besoj. Faktikisht vitet shumë të vështira i ka përballur burri im, që ka ardhur se kishte 5 vjet në Greqi, kisha në vitet e 9-ës. Ai ka patur shumë vështirësitë e fillimit dhe jetën e kishte ndërtuar ai dhe ne i gjetëm të gjitha në mënyrë të erën direkte, punuam një jetë normale. Gati, ti ke gjetur gati? Po, gati. E qartë. Aktualisht me çfarë merresh? Punon apo jo, nuk punoj, tani kam punuar në robaqepsi, vetëm atë punë kam bërë këtu, dhe ne që ka rënë shumë ku gjej ndonjë punë, ndonjë bioteknik për të punuar, ndonjë sinergji, si më të sinergji o pashon, si toni nuk e dini më fani. Part-time, me këtu. Do, kështu, një 2-3 orë vetëm për ndihmë se s'para ka në një fëmijë në shkollë dhe dua që ndihmoj çunë. Nëna sa herë për fëmijët. E të vazhdoj dhe një shkollë të lartë dhe këtu, siç është i madh që kam mbaruar. Suksese të 2 fëmijëve. Marinela, mendon të kthehesh në Shqipëri apo ke vendosur që të jetosh në Greqi? Shikoj me mbarimin e shkollës së djalit, se për arsye po të kthej me djalin e vogël në Shqipëri, djali nuk e di aq të qartë shqipen, që të di çdo llap siç e di greqishten. Dhe puna është që tani për tani se mbaroj djali pa unë edhe burrim, do kthehemi patjetër. Po beti është për të rinj, nuk është për moshat tona. Ne dojmë në vendin tonë, atje ku kemi lindur, jemi rritur, e duam vendin tonë dhe nuk e harrojmë kurrë. Dhe prap na merr malli dhe na mbushen syt me loks. Jo tani që është bërë një qytet, një Shqipëria është bërë shumë e bukur nga gjitha anët, kudo që të vesh. Dhe sidomos Vlora, mbetet një ndër vendet më të bukura. Të gjitha si i kam qenë në Sarandë dhe në Vlorë dhe në Gjirokastër dhe Tiranë, Fier, janë vendet shumë të bukura. Vendet që janë rregulluar, nuk kuptojmë ku jemi. Greqia apo Shqipëri. Dhe më vjen mirë që e mendon të kthehesh në Shqipëri. Më vjen mirë kur dëgjoj emigrantë që kërkojnë të kthehen në Shqipëri, sepse nëse ikin të gjithë dhe nuk kthehen, mbeti e shkret. Jo. Kjo tokë. Kemi sulmin e mbaruar, fëmijët i rritën, kanë jetën e tyre. Shikojmë dhe ne vendin tonë ta gëzojmë se 30 vjet me mall kemi qenë teja. Të besoj. Ta heqim të mallin. E dashur Marinela, ne e prezantuam historinë e nënës tuaj, unë të premtoj që do bëj maksimumin tim për të gjetur familjen Kardiqi, uroj që të zbulohen familjarët e rrënjve biologjike, të familjes biologjike të nënës tuaj, të takojni sa më shpejt, i njihni ata dhe ata amanet, le të themi atë breng që ke në zemër, ta çosh deri në fund amanetin, dhe atë breng ta heqësh nga zemra jote, ta uroj me zemër këtë gjë. Ja, unë kam certifikatat të gjitha të njerëzve, kam mbledhur. Ja, unë kam dhe të Muhamet dhe nuk e di pse kam bërë Muhamet Lloko, kur është Muhamet Kardiqi. E kuptoj. Dhe unë ta tregova. Ja, të dalë nga arkivat e Vlorës. Ke shkuar dhe i ke marrë në dispozicion të gjitha këto dokumenta për kërkimet që ke bërë për nënën tënde. Po, dhe i thash, ç'ne ky Muhamet Lloko, zyrës së gjendjes civile, i ka marrë në 2019 që ishin të hapura. Jo tani. Dhe i them, ç'ne Muhamet Lloko, por ky zotëria është Muhamet Kardiqi. Si mund të ndryshoj një burr kaq i rënd, kaq i dëgjuar në Vlorë, të ndryshoj mbiemrin dhe të marrim në tokë është mbiemri gruas, unë nuk e di. Është mbiemër gruaja apo jo, se çdo gjë ka bërë vaki që kam parë në gjithë këto vite.
Dhe prap flas që është Muhamet Pardiqi, ç'në Muhamet Llogo. Kështu është bërë në ta. Në rregull, e heqim të letrën. Vinte këtë letra tjetër. Vinte certifikata familjare njerëzve. U vë. Po të dëgjoj me vëmendje për gjitha dokumentat që disponon. I vetmi dokument që mua kjo më mbrojti veten time, kjo është Qazim Ibrahim Pardiqi, këtu ku shkruan zotëria. E qartë. Kjo është pika kryesore, një nga letrat kryesore që mua më ndodhe që kam me të drejtë nga zyrat shtetërore që ta persona kanë qenë në Shqipëri. Nuk është se nuk kanë ekzistuar. Është një trëndim. E qartë. E kuptova, e dashur Marinela. Ne, kam edhe certifikata të familjes të Çukaj, që kam marrë dhe në 74 dhe në 40 vjetën. Dhe ata kanë 2 mbiemra. Në ca merren Çukaj, në ca merren Çukaj. Atë le ta gjejmë vetë, nuk më te mbiemri tyre. Gjithsesi, unë të them që nuk e pse ndihesh në siklet për sa i përket familjes birsuese të nënës tuaj, sepse nuk e cënuar asnjë lloj të drejte ndaj atyre, kështu që është e drejta jote e plot si vajza e të ndjerës të kërkosh rrënjët biologjike dhe të zbulosh kush është familja e saj. Kështu që për mua këtu nuk përbën ndonjë problem, nuk e pse ndihesh në siklet. Për mua vetëm një problem e dikush është që mua më vitin që ju thash kam emocione. Vetëm që jam shumë vonë dhe shumë vite prapa, se po flasim 30 vjet të larguar. Dhe si nuk e brava mendjen më para, po e brava kaq vonë. Vetëm ajo, asnjë gjë tjetër që më ka mbetur në jetën time. Të kuptoj. Është shumë vonë. Por gjithsesi, më mirë vonë se kur. Këtë do thosha, më mirë vonë se sa kur. Mirë, të falenderoj dashur Marinel dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Kështu që uroj të zbulohet diçka. Të përshëndes nga Tirana. Nuk e di si të sqaroj, si sa ju bëra në dieni. Të kuptova qartë. Unë kënaqja shumë që ju flas me juve dhe kënaqësia shumë e madhe që flas me ju me zonjë nderuar. Faleminderit. Që shikoj dhe ju ndjek shumë në emisionin tuaj. Se keni aq të bukur. Sinqerisht faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video dhe ju nëse keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë e videove live-ve të mia, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por nëse dhe keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju. Faleminderit që më ndiqni.